Vëllezër dhe motra më Krishtin, sot kisha ndale tek ngjallja e Llazarit dhe tek e diela e palmave për të filluar javën e madhe. E gjithë kreshma është në përgatitje për këtë javë. Gjatë leximeve vjetre që gjithçka ndodh në të tashmen. Vazhdimisht dëgjojmë fjalët sot Krishti hyn në Jerusalem, sot Krishti paraqitet te Pilati. Po përse kisha thot vazhdimisht fjalën sot. Liturgjia e kishës, atë ngjarje që ka ndodhur 2000 vjet më përpara, e sjell tani në të tashmen, që ne të marrim pjesë në ato ngjarje, sepse liturgjia e ka përzen historinë. Ky është misteri nëpërmjet të tashmes, ne prekim mbretërinë e qiellit. Ky është dhe misteri real që ne jetojmë në kishë. Kisha ka vendosur këtë periudhë kreshme të shoqëruar me lutje, me pendim dhe me ekzaminim shpirtëror për të na ndihmuar pikërisht që të përjetojmë liturgjinë e kishës në thellësinë e saj dhe ngjarjet e javës së madhe. Ungjilli sot na tregon se 6 ditë përpara Pashkës hebraike, Krishti shkoi në Vithani ku ngjalli mikun e tij Llazarin, i cili kishte vdekur prej 4 ditësh dhe tashmë ishte varrosur. Kur Zoti mori vesh për vdekjen e Llazarit, Ungjilli thotë se Zoti qau, duke na treguar kështu plotësinë e natyrës njerëzore, dhe ngjallja e Llazarit tregon plotësinë e natyrës hyjnore. Kisha thekson në forcë këtë ngjarje, duke na kujtuar të vërtetën që ne besojmë, se Krishti është Perëndi i vërtetë dhe njeri i vërtetë. Ky, sipas kishës, është thelbi i besimit tonë, që fjala Perëndi u bë njeri për të shpëtuar çdo njërin nga ne. Zoti qau jo vetëm për faktin e vdekjes së mikut të tij, të cilin pas pak do ta ngjallte, por sepse pa tragjedinë njerëzore, pa njeriu i cili u krijua për të qenë në kungim me Zotin e gjallë, që tashmë mëkati e kishte shpërfytyruar, kur ora e krijimit ishte kthyer në fronin e mbretërimit të vdekjes. Zoti pa shkatrimin tërësor që mëkati kishte shkaktuar te krijesa e tij me dashur. Vdekja e kishte kthyer tashmë atë në prej të kalbëzimit, atë që Zoti e krijoi për të qenë pjesëmarrës në lumërinë e tij. Shoqëria jonë shpesha na shkalon vdekjen, dhe duke mos folur për të. Megjithatë, vdekja mbetet pa aq agresive ndaj jetës. Edhe me keqja është kur të përhumbur në përditshmërinë tonë, harrojmë se vdekja ekziston dhe jetojmë sikur të ishim të pavdekshëm. Jeta jonë e përqendruar tek materia shpesh leminjan në dimensionin tonë shpirtëror, duke na krijuar idenë reme se gjithçka rrotullohet rreth nesh dhe duke na bërë të harrojmë se jeta jonë toksore, sa do e gjatë që të jetë, mbetet e kufizuar dhe na shërben si një stat kalimtar drejt përjetësisë. Ngjarja e Llazarit, ngjallja e tij, ndodhi përpara javës të pësimeve vullnetare të Zotit, dhe do të ishte një mbrojtje për dishepujt gjatë javës së madhe të pësimeve, por dhe një siguri më pastajme për vetë ngjalljen e Zotit, një perlutë ngjalljes së tij, por dhe për ne. Ngjallja e Llazarit është ngjarje sepse na siguron se Zoti është Zoti i jetës. Nga ato ngjarje që u ngjit të sjellin të regjistruara, Zoti ngjalli vajzën e Jahirit pak momente pasi ajo kishte vdekur. Ngjalli djalin e Vejushës kur po e çonin në varr, ngjalli dhe Llazarin, i cili tashmë kishte vdekur prej 4 ditësh. Kisha ndalet gjatë për të na kujtuar se ngjallja e Llazarit ishte pikërisht takimi i Zotit me vdekjet. Në të gjitha momentet, Zoti u përball me vdekjen dhe e mundi atë. Periudha krishtare e kreshmës të madhe na bën të kuptojmë që qenia jonë është një qenie kufizuar dhe që nuk ka jetë nga vetja e saj. Duke e ndjerë këtë gjë, njeriu kupton rëndësinë që ka për të burimi i jetës. Kufizimi i ushqimeve të ndryshme dhe agjërimi na kujtojnë se jemi të brishtë, të varur nga ushqimi dhe të pafuqishëm për të rigjeneruar jetën.
Dhe kjo është arsyeja e përullësisë sonë, të kuptuarit në thelb të natyrës tonë mëkatare, e cila është e pafuqishme për të shmangur pasojat e kësaj gjendje, që në çdo rrethana është e përshkruar nga kufizimi i vdekjes. Duam apo nuk duam ne, vdekja mbretëron, dhe kudo që të hedhim sytë, ajo është atje duke na pritur. Ky realitet i hidhur bëri që Krishti të zbriste vetë tek vdekja, jo si një njeri që jep këshilla se si ne mund të amposhtim vdekjen, por si një person që u ndesh me vdekjen dhe e mundi atë, duke e bërë të mundur këtë gjë edhe për ne, nëpërmjet bashkimit me Krishtin që është burimi i jetës, edhe ne mund të mundim vdekjen, përsa kohë vdekja mbetet mungesa e jetës dhe rjedhojë e largimit tonë prej saj. E megjithatë vdekja do të vazhdojë dhe për shumë kohë të ekzistojë dhe të jetë pjesë e jetës tonë. Krishtërimi nuk e përjashton dhimbjen dhe trishtimin e vdekjes, por nuk është fatalist përballë saj, dhe as nuk e nënvleftëson këtë armik të prershëm të gjinisë njerëzore. Zoti e mundi vdekjen, dhe kjo është shpresa dhe siguria jonë. Në krishtërim vdekja bëhet një ngjarje kuptim plotë. Asnjëherë kisha nuk e shikon kryqin pa ngjalljen. Prandaj në artin ortodoks asnjëherë nuk paraqitet në mënyra të thella vuajtja e Krishtit në kryq, ashtu si mund ta shohim në artin krishtar perëndimor. Por sipër kryqit shkruhet gjithmonë mbreti lavdisë, për të treguar se vdekja e Krishtit nuk ishte një vdekje tragjike, por një vdekje vullnetare dashurie për të mundur vdekjen. Krishti qau kur pa Lazarin e vdekur, sepse përpara syve të tij u shfaq tragjedia njerëzore. Dhe në këtë dritë dhe perspektivë të ngjalljes, dhimbja e largimit nga kjo botë shoqërohet me gëzimin dhe shpresën e bashkimit të Perëndinë, sepse nuk jemi si ata që nuk kanë shpresë, thotë apostull Pavli. Vetëm në këtë perspektivë mund të kuptohet pse martirët dhe shenjtorët nuk i trembeshin vdekjes, madje shkonin me gëzim drejt saj, sepse në zemrat e tyre mbretëronte Krishti, dhe kjo i bënte ata të shikonin gjithçka në dritën e ngjalljes dhe të përjetësisë. Ngjallja e Lazarit, si kundërshpreh etimologjia e kishës, është njëkohësisht dhe vërtetimi i ngjalljes së përbotshme për të gjithë njerëzit, sepse të gjithë ne një ditë do të dalim përpara Zotit. Në kishën ortodokse, ngjallja është një person konkret, që është Jesu Krishti, i cili është ngjallja personale e çdo njërit prej nesh. Unë jam ngjallja dhe jeta, thotë Zoti në Ungjil. Kisha beson në ngjalljen. Nëse nuk do besoj në ngjallje, nuk do kishte krishtërim. Nëse Krishti nuk u ngjall, besimi ynë është i kotë, do të shkruante Shën Pavli. Gjithashtu sot kremtojnë dhe hyrjen triumfale të Zotit në Jerusalem. Pikërisht të gjë e shpreh me dafinat, të cilat janë simboli i fitores dhe triumfit. Zoti hyn në Jerusalem dhe njerëzit e presin si një mbret, duke thirrur Osana. Në botë kuptimin judaik, të gjithë njerëzit prisin një mbret, i cili do të ishte Mesia që do të çlironte popullin e Izraelit. Pjesa më e madhe pristin një mbret toksor, duke e keq kuptuar mbretërinë e Perëndisë dhe duke e parë atë si diçka të jashtme dhe njerëzore. Një mbretëri që do shpëtonte popullin nga skllavëria romake, por çlirimi që Zoti ju kishte premtuar ebrejve dhe të gjithë popujve ishte çlirimi nga një pushtues më i madh, i cili është djalli i mëkatit dhe vdekja. Krishti erdhi për një tjetër mbretëri. Mbretëria ime nuk është e kësaj bote, do thotë Zoti. Mbretëria e Zotit është një dimensioni tjetër, e cila e ka përxen interesat e ngushta të një kombi apo të një momenti historik. Zoti nuk hyri në qytet si një mbret toksor me karroca, por mbi një pulisht gomari, për të treguar dimensionin e ndryshëm të mbretërisë së tij. Dhe kjo mbretëri është mbretëria e çdo të krishteri. Gjithçka që celebrohet në kishë është në funksionin e hyrjes tonë në mbretërinë e Zotit dhe bashkimin me të, gjë e cila në vetvete është dëshira më e thellë e çdo shpirti njerëzor, pavarësisht se shpesh mund të jetë edhe konfuze.
por ky është realiteti pashmangshëm. Njeriu që në fillimet e tij u krijua natyrshëm, të jetojë brenda kësaj mbretërie dhe kësaj marrëdhënie me Zotin. Ishte pikërisht zgjedhja e gabuar e lirisë tonë, ajo që ndryshe e quaj mëkat, që e shkaktoi këtë ndarje. Njeriu i krijuar për të jetuar në kungim me Zotin, sot jeton në dhunën e mëkatit, të pasioneve dhe të ankthit. Kjo është arsyeja pse Zoti u bë njeri, që të mundë t'i japë secilit mundësinë për të restauruar ikonën e tij në gjendjen fillestare. Gjithçka që ka të bëjë me Krishtin, ka të bëjë me ne. Zoti nuk kishte nevojë për asnjë gjë prej tyre. Ishim ne që kishim nevojë. Jeta e tij u bë shpagimi i jetëve tona. Nëpërmjet gjakut të tij, kryqit dhe ngjalljes, ai bëri gjithçka të cilën ne nuk mund ta bënim dot të vetëm, por që nëpërmjet tij dhe duke u bashkuar me të mund ta realizojmë. Krishti erdhi për të restauruar njeriu dhe për të mundur vdekjen, armikun e përbashkët të gjithë njerëzve. Tek e shtuna e Lazarit e shohim qartë këtë gjë, një shtunë e cila shilloi profecie në veprim për të treguar jo vetëm ngjalljen e tij të trejtitshme, por Zoti tregon dhe ngjalljen e përgjithshme të gjithë njerëzve. Sepse Perëndia aq shumë e dëshi botën sa dha dhe birin e tij të vetëm lindur, që të shpëtojë cili do që beson atë. Kjo do të ishte përmbledhja e të gjithë javës së madhe në të cilën po hymë. Ngjarjet që kisha kremton nuk janë thjesht kujtime, datash dhe ngjarjesh. Mesha hyjnore fillon me fjalët e bekuar është mbretëria, që do të thotë se ne marrim pjesë realisht në misterin e mbretërisë të Perëndisë. Duke u larguar nga koha dhe hapësira, bëhemi pjesë atyre ngjarjeve të mëdha. Prandaj edhe në Kishë të gjitha këndimet janë të tashmen, edhe kur bëhet fjalë për ngjarje të ndodhura në të shkuarën, për të treguar se duke hyrë në mbretërinë e Perëndisë, ne marrim pjesë në të tashmen e tij të përjetshme. Në kuptimin e thellëve të Kisha është mbretëria e Perëndisë në botë, dhe pjesëmarrja në të është pjesëmarrje në veprën shpëtimtare të Krishtit, e cila vazhdon brenda Kishës, si trupi mistik i Krishtit. Predikimi i Kishës është i vërtetë dhe njerëzor, sepse antropologjia e krishterë e shikon njeriu në pozicionin e tij optimal. Njeriu është krijuar për të marrë pjesë në mbretërinë e Zotit. Sot që përkujtojmë Krishtin si mbret, duhet të mendojmë pak më tepër për mbretërinë e tij. Ajo është krijuar që gjithsekush nga ne të mund të jetojë në të. E diela e sotme, e cila lidhet me fitoren mbi vdekjen, nuk është diçka anësore, por është pjesa qendrore e mesazhit të krishterë. Kjo është ajo që ne besojmë, që shpresojmë, që presim dhe për të cilën lutemi. Duke jetuar këtë mister brenda trupit të Krishtit që është Kisha, ne parashijojmë dhe mbretërinë e Perëndisë. Jeta me Krishtin nuk kufizohet vetëm në anën e jashtme, por bëhet fjalë për një lidhje thelbësore të qenies njeri me Krishtin, një përpjekje vazhdueshme për të ndërtuar Krishtin dhe mbretërinë e tij në jetën tonë, e cila realizohet dhe transformon jetën dhe qenien tonë me Krishtin dhe në Krishtin. Prandaj në këtë ditë le t'i lutemi Zotit, që zemrat tona të bëhen fron i mbretërimit të Krishtit, dhe le të përpiqemi ta bëjmë Krishtin mbreti i jetës tonë, dhe ai do të na bëjë qytetarë të parajsës. Amin.